Një studim I ri gjenetik është botuar në revistën Nature Human Behavior, duke ofruar pamjen më të qartë të origjinës së shqiptarëve, duke zbuluar rënë të thella në Ballkan dhe një nivel të pazakont vazhdimësie nga epoka e bronzit deri në ditët e sotme. Një ekip ndërkombëtar studiuesish nga Universiteti I Oxfordit, Universiteti I Tel Avivit dhe Universiteti Shtetëror I Ohajos ka analizuar mbi 6.000 gjenome të lashta nga Ballkani dhe Euroazia perëndimore, si dhe 74 gjenome të reja nga shqiptarët e ditëve të sotme. Studiuesit përdorën metoda të përparuara statistikore, duke përfshirë teknikën e identitetit të lashtë sipas prejardhjes, e cila identifikon segmentet e ADN-s të trashëguara nga paraardhësit e përbashkët. Rezultatet tregojnë se ndërsa pjesa më e madhe e Evropës juglindore u riformsua nga migrimet në shkallë të gjerë gjatë antikitetit të vonë dhe mesjetës së hershme, paraardhësit e shqiptarëve të sotëm mbeten relativisht të paprekur. Terreni malor duket se ka shërbyer si një streh afatgjat, duke ruajtur lidhje gjenetike me populatat e lashta të Ballkanit perëndimor dhe qendror nga periudhat e epokës së hekurit dhe romake. Dr. Leonidas Romanos Davranolu, një studiues në Muzeun e Historisë Natyrore të Universitetit të Oxfordit, se shqiptarët përfaqësojnë një nga shembujt më të qartë të vazhdimësisë gjenetike afatgjate në Ballkan. Rezultatet tona tregojnë se shqiptarët përfaqësojnë një nga shembujt më të qartë të vazhdimësisë gjenetike afatgjate në Ballkan. Pavarësisht trazirave të mëdha historike, ata ruajtën lidhje të forta me populatat e lashta që jetuan në këtë rajon mijëra vjet më parë. Kjo vazhdimësi reflektohet edhe në modelet demografike. Analiza gjenetike të madhësisë historike të popullsisë tregojnë se shqiptarët rrjedhin nga një popullsisë tërgjyshore relativisht e vogël dhe koezive, në përputhje me izolimin e zgjatur dhe rrjedhën e kufizuar të gjeneve nga jashtë gjatë shekujve. Bashkautori Dr. Alban Lauka theksoi se ky lloj sinjali gjenetik tregon një popullat që ka mbetur relativisht e qëndrueshme për periudha të gjata, edhe pse rajonet përreth kanë përjetuar ndryshime të mëdha demografike. Ndërkaq bashkautori Gjergj Bojaxhi shtoi se ky është një zbulim kyç për historinë e Shqipërisë. Ai tregon se komunitetet e lidhura ngushtë me shqiptarët e sotëm ishin tashmë të pranishme në Shqipërinë jugore, shumë kohë përpara se të dokumentoheshin historikisht. Revista Nature është një nga 2 revistat më prestigjioze në botë në fushën e antropologjisë dhe artikulli u botua pasi kaloi një vlerësim tekniko-shkencor nga bordi editorial I revistës. Botimi ka disa bashkautorë nga Shqipëria, Roots Project, Akademia e Shkencave dhe Instituti I Albanologjisë, si dhe bashkautor nga vende si Greqia, Hungaria, Polonia dhe SBA-ja. Artikulli përdori bazën më të madhe të dhënave të popullsisë moderne shqiptare: Shqipëria, Kosova, Presheva, Maqedonia, Malizi dhe Çamëria, me teste të kryera në laborator në Gjermani, Itali dhe SBA. Edhe brenda teritorit të Shqipërisë, mostra e rezultateve përmban rezultate nga çdo rajon I vendit.